ka ndërprej karburant, do kem mjete me shpunu. 6 muaj nuk kanë marrë paga. Vazhdojnë të jenë të bllokume. Në qerët pa shkollë, fëmija në shkollë. Nuk kemi ende asnjë ftesë. Le të na tregojnë ku është problemi. Greva vazhdon nesër edhe mundet më përshkallëzu në format ndryshme. Me keqardhje pikërisht pjo drejtorëna qytetarëve të Prishtinës. Me na falë për këtë gjendje që kemë ndodhur sot, jo me dëshirën tonë, por pa dëshirën tonë prej furnitorëve që na i kanë ndërprej karburantin pikë para. Punëtorët e trafikut urban e kanë 1 milion euro borxh për naftën. 2 rroga punëtorët e trafikut urban nuk i kanë shiju akoma. Parat tona me punën që kena bë, ju që na keni përzgjedh neve, me udhtu me neve, me po shërbimet na ndajuve, ju kërkoj dijes për gjendjen që jem sot. Euro kompanisë publike trafiku urban i ka borxh komuna. 1.600.000 na i kem borxhe furnitorëve tonë. Nuk ka pare për të na dhënë për na shërby, nuk kem mjete me shpunu, nuk ka naftë. Nuk ka rroga, pagat, punëtorët janë diskriminuar për këtë rrogë që nuk e kanë. Ju lutem kryetarit komunës, i lutem çdo san me dalë me na prit neve këtu përpara. Nëse ka mundësi, mos politizojmë çështjen, nuk është çështje politike. Është çështje për mbijetesën e trafikut urban për shërbimet tona ndaj qytetarëve të Kosovës. Punëtorët që 6 muaj nuk kanë marrë paga. Që 6 muaj pa paga janë. Televizioni TV 20 ditë është që nuk ka marrë pagë, edhe po ankohet, njerëzit edhe me paga dhe nuk po mund ja dalin. Jena që 6 muaj që s'kemi marrën, do me thonë familjet kanë nevojë për paga, punëtorët kanë nevojë për paga, nuk ja kemi borxh as komunës, as kërkoj as, do me thonë që me na prunë këtë gjendje, as mjetet na i kërkojmë ku janë, tona që janë, na i kërkojmë që aty mjete me na i qitë për shërbimin që e kemi bunën. Fondet tona të kryeqytetit, të hyrat vetanake, të cilat me ligj duhet me ju transferu kryeqytetit, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të bllokume. Edhe si rezultat e kemi pas të pamundun për me i pagu edhe trafikun urban, edhe sektorin privat, edhe shumë kompani të tjera që kryejnë shërbime për kryeqytetin. Pra, ky është problemi. Nuk kemi nevojë faktikisht, po them, asgjë s'është e fshehur, të gjitha janë transparente. Problemi është atje te Ministria e Financave. Prandaj kërkoj edhe takim urgjent edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e Financave për me zgjidh këtë problem me njëherë. Usim qeverin apo njerëz që janë kompetent për atë punë të dalin para masës, të mos ta lënë trafikun urban kështu, të mos të lënë qytetarët e Prishtinës të ndomë, të mos të lënë shkollat pa punë, të mos të lënë qerët pa shkollë, fëmija në shkollë. Që ky problem të zgjidhet edhe është injoruar total, ku edhe tash vinë me disa fonde të mangta, pra 1/10 asaj që ka faktikisht kryeqyteti i ka këtu të bllokume në Ministrinë e Financave, vazhdon bllokada e fondeve tona me cilat normal që ne i paguajmë operatorët tonë të cilët të kryejnë punën për qytetarët e kryeqytetit. Me na prit mran me pas një takim për të qitë drejtën mrana në sytë 4 syve në fushë. Është kryetari komunës drejt apo janë qeveria drejt? Në të kundërta, ftoj qytetarët e Republikës së Kosovës që festen veç 1 janarin me 31 me festu. Me 28 s'ke me festu. E ta mojnë këta festen edhe ftoj qytetarët e Kosovës të qeni sytë para kutitë e votimeve tani se për këtë që informacion që ka qenë ma pora, unë për herë se kësha votu as të një me qytetarët. Të kundërtën, në dorën e sot dhe të bizotërën arsyeja, për zotin sa asnjë punëtor trafikut urban nuk kanë punë kutia. Mos presin kutia të morë. Ne jemi në pritje të një ftese këtu me diskutu me Ministrin e Financave në detyrë dhe me Kryeministrin. Nuk kemi ende asnjë ftesë. Unë si kryetari i kryeqytetit jam në dispozicion, ju tregova, në çfarëdo kohë, në çfarëdo momenti që na thrasin, pra duna me vazhdu punën, jam 2 minuta larg, edhe do t'jem aty, kështu që kurdo që na e dhojnë orën apo na thojnë e janë tash, unë këtu jam. Kjo protest vazhdon me indinjatën e njerëzve që unë nuk e di kush janë ata,
me indinjatën e tyre që na injorojnë për të na pritë në takim, në momentin që nuk na presin, edhe nuk na i delegojnë porët, protesta vazhdon. Momentin domthon kërkohet takim prej nesh, po qëllimi kryesor ta përsëris decidivisht është ballafaqimi i kryetarit komunës me ministrin e financave Kuran Murati. Domthon këta le të ballafaqohen, le të na tregojnë ku është problemi. Deri në këto momente që po flasëm, kishim takim, ndomas na ndajti ministri edhe nuk pranoi stafin e komunës me ardhur në takim. Vetëm neve shoqatat sindikaliste na morë edhe shkum takim, nuk morëm asnjë përgjigje prej ministrit, asnjë premtim prej ministrit nuk e morëm. Ministri nuk është detyrën time, e kem lutë, ndash thuj me gjuhën politike, ndash me gjuhën popullore, ndash me çfarë do lutje kena bo, hajde qelna një ditare për me bo zgjidhen namën të qytetarëve të Prishtinës. Ju lutna, thanë nuk ka mundësi me bo atë punë. Nuk e ka bo atë punë të ministri, na dërgoj prapë të kryetarit të e gjutë topin që kinse problemi që ndronë të kryetari. Kryetari është i gatshëm çdo kohë mu ballafaqu me ministrin, me neve bashkë, prezencë, sikur në fillim me nxesë shku, ata s'na pranuan ballafaqimin, neve na munu me na i mush kupën e kokës, po se arritën dot me mushën, edhe tash, mbetet ju media të dërume, me keqardhje, po më duhet me thonë për qytetarët e Prishtinës që greva vazhdon nesër edhe mundet më përshkallëzuar në forma të ndryshme.